Prej ditësh CNA ka raportuar në lidhje me një skandal që akuzon 3 institucione si dogana, tatimet dhe AKU-n. Një problematikë e konstatuar, por që nuk zgjidhet nga këto institucione që ose janë të paafta ose të korruptuara. Verat kontrabandë dhe false akuzojnë këto institucione, jo vetëm për milionat e eurove që mungojnë në buxhet, por si alarm për rrezikun e jetës së qytetarëve, pasi origjina e shumicës së tyre nuk dihet nga vjen. Bodrumet e Turqisë, jugu i Italisë apo zonat e kombinatit në Tiranë kanë mbushur tregjet me vera false dhe jashtë çdo kontrolli. Në investigimin ton kemi mundur të zbulojmë se në disa qytete dhe restorante në qendër të Tiranës tregtohen vera pa pull fiskale dhe pa siguri mbi përmbajtjen dhe origjinën e tyre. Qarkullojnë sasi të konsiderueshme vere premium të prezantuara si marka shumë të njohura franceze dhe italiane, si Petrus, Ornelia, Maceto dhe Romane Conti, pavarësisht se prodhimi i tyre është shumë i kufizuar. Çmimet e tyre janë mjaft të larta, por në fakt nuk dihet se çfarë kanë brenda kur janë pa origjinë të kontrolluar që nga prodhuesi deri te distributori. E njëjta situatë është dhe me pijet alkolike të forta dhe shumë produkte të tjera konsumi të përditshëm. Si funksionon kontrabanda? Këto produkte, sipas të dhënave të verifikuara, hyjnë në Shqipëri përmes kanaleve jo zyrtare nga porti i Durrësit, Vlora, Shkodra, si dhe me rrugë toksore nga Qafthana, Kakavia e të tjerë. Të gjitha këto sasi kontrabande të falsifikuara shmangin kontrollet fiskale dhe nuk dihet origjina e tyre. Verat më pas shiten me çmime më të ulta për të joshur konsumatorin, por pa pull fiskale dhe pa garanci për origjinalitetin. Ekziston rreziku që këto produkte të jenë të falsifikuara dhe të pacertifikuara, duke rrezikuar si konsumatorin ashtu edhe tregun zyrtar. Pasoja për shëndetin, dëme në buxhet, por edhe prishje e konkurrencës në treg. Përveç mashtrimit të mundshëm tregtar, kjo situatë përbën edhe shkelje ligjore dhe trafikim të palishëm të produkteve. Kujdes, vetëm produktet me pull fiskale dhe me distributor zyrtar apo me shoqërim dokumenti fiskal tregojnë që konsumatori po blen produktin e certifikuar, sepse kështu tregohet origjina e vërtet e prodhuesit dhe distributorit të autorizuar. Produktet pa pull fiskale dhe origjinë të kontrolluar e garantuar nga distributori mund të jenë thjesht shishe të mbushura në bodrume dhe nuk dihet çfarë përmbajtje të rrezikshme mund të ketë brenda në shishe. Dyqane, restorante dhe magazina të fshehura që shesin produkte të tilla gjenden në Tiranë, në disa zona apo në komplekse luksoze, në Vlorë, në disa magazina, në Durrës dhe në Shkodër. Në qytetet e tjera qarkullojnë sasi më të vogla nga shpërndarësit e këtyre kontrabandistëve apo falsifikatorëve. Në treg qarkullojnë me mira shishe dhe doganat nuk i shikojnë, tatimet nuk i shikojnë, sepse doganierët dhe tatimorët i pinë vetëm rëndom tavolinave dhe po ashtu as inspektorët e AKU-s nuk i shikojnë kur kontrollojnë.